E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sonte sërish së bashku edhe një herë për të ndaluar tek një lajm që në fakt ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha dhe ka krijuar një dinamik të madhe tek populli shqiptar. Do të flasim për Loredana Bratin dhe Don Gjonin. Ju e dini shumë bukur që muaj më parë në Instagramin e Don Gjonit është publikuar një fotografi që ka ngritur pikpyetje, dyshime, hamencime në raport me lidhjen e Loredanës edhe Don Gjonit. E ftuar në emisionin Shqipëria Live me Sidorela Gjonin, Loredana Brati foli për marrëdhënien e saj sentimentale. Ajo tregoi që Josefin Marku do të mbetet burri i saj i vitit 2025, për të nënkuptuar që gjatë vitit 2025 Loredana Brati nuk ja besoi zemrën dhe nuk ja dha shpirtin e saj askujt, por mbeti stoike në veten e saj. Por ditën e djeshme ka ndryshuar shumë gjëra, konkretisht fansat janë defokusuar nga një lajm që bëri xhiron në rrjetet sociale. Don Gjoni i propozon martes Loredana Bratit në një vend të largët. Pak orë më parë, Loredana në Instagram poston një fotografi me një fustan të zi të shkurtër deri mbi gjunjë dhe me flokët e saj, do me thënë para të dredhuara pak, ndërsa pas të drejta. Një fotografi që ishte e shkrepur në një nga restorantet në Tiranë, ku Don Gjoni poston një fotografi, do me thënë postojnë dhe portalet, ku Don Gjoni po i shpreh martes një vajze e cila është përpara Don Gjonit dhe në pamjen e pasme fustani edhe flokët ngjasonin me të Loredana Bratit. Por Don Gjoni kishte përzgjedhur që këtë propozimin të mos ta bënte në Kosovë, por ta bënte jashtë Kosovës. Dhe pikërisht lidhshmëria e situatave, lidhshmëria e fustanit, lidhshmëria e flokëve, ambienti pothuajse, nuk do themi i tëri, pothuajse gati i njëjtë, ngriti një kuriozitet të madh, tregoi një kuriozitet të madh tek publiku shqiptar për pikpyetjen se a është Loredana Brati apo është një femër tjetër. Monitor TV së bashku me mua aktivizuan motorët për të kuptuar të vërtetën çfarë po ndodh. Dhe nga të gjitha burimet dhe informacionet ne arritëm të sigurojmë që vajza, të cilës i shprehet një akt dashurie më serioz, nuk është Loredana Brati, por bëhet fjalë për një vajzë tjetër. Loredana Brati ditën e djeshme dhe natën e mbrëmshme ka qëndruar, por dhe një ditë më parë ka qëndruar në Tiranë. Nuk ka një marrëdhënie intime mes Loredanës edhe Don Gjonit, do me thënë ka një afrimitet shoqëror që nuk kuptohet akoma se si erdhi ky afrimiteti shoqëror dhe se si tani Don Gjoni propozon dikë tjetër. Do thënë vajza e cila përflitet dhe shpjegohet nuk është Loredana Brati, por është një vajzë tjetër. Normalisht, pikpyetja e madhe e publikut e ka bërë punën që të dyshojnë dhe t'japin amendësime se kush është vajza që fshihet pas asaj unaze.